Në Tetov, billboardet paralajmërojnë ardhjen e presidentit të Shqipërisë, Bajram Begaj. Në kuadër të vizitës në vendin ton, më 28 shkurt të shtunën do qëndroj edhe në Tetov. Televizioni Koha mëson agjendën e ngjeshur të vizitës. Vizita zyrtare nis nga ora 9 dhe do të zgjas deri në ora 11:30. Vizita do të nisë në ambientet e komunës, ku presidenti do të pritet nga kryetari i komunës Bilal Kasami për të vjuar më pas në këmbë drejt shkollës fillore Liria. Në këtë shkollë është parapar një program artistik me këngë dhe valle tradicionale shqiptare, të përgatitur nga nxënësit dhe SHKA Gjeladin Zeqiri. Mëtej, presidenti Begaj së bashku me Bilal Kasamin do të vizitojnë Xhamin e Pashës dhe Teqen Arabati Baba, ku presidentit Begaj do t'i prezantohet trashëgimia kulturore dhe objektet me rëndësi të veçantë fetare, që përbëjnë një pjesë të rëndësishme të historisë dhe identitetit të qytetit. Krahas billboardeve, vizita e presidentit Begaj po paralajmërohet edhe në rrjetet sociale. Mirë se vjen në Tetov, presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj. Të shtunën Tetova ka nderin të mirëpres presidentin e Shqipërisë. Kjo vizitë është një moment i veçantë për forcimin e bashkëpunimit dhe lidhjeve vëllazërore mes shqiptarëve në rajon, ka shkruar në Facebook kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami. Por jo vetëm kaq, më datë 28 shkurt presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj, do të qëndrojë për një vizitë zyrtare në Universitetin e Tetovës. Gjatë kësaj vizite, presidenti Begaj pritet të zhvillojë takim me drejtuesit e universitetit, stafin akademik dhe studentët, ku do të diskutohet mbi bashkëpunimin arsimor, shkencor dhe kulturor ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut, thuhet në një njoftim nga UT-ja. Në kuadër të vizitës, presidenti shqiptar do qëndroj edhe në disa komuna me shumicë shqiptare. Ai do të vizitojë komunën e Qashkës, Gosivarin, ndërsa vizitën do ta përmbyll me një ndalesë në komunën e Dibrës.